Velik Elmendi nga Prizreni, që prej 36 vjetësh është i paralizuar dhe lëviz me ndihmën e karrocës, këtë muaj ka fituar përmes gjykatës betejën ndaj Ministrisë së Financave për njohjen e së drejtës për kujdestar personal. Ajo i ishte mohuar nga Komisioni Vlerësues i kësaj ministrie në tetor të vitit të kaluar, pavarësisht se rregulloria e re që parashitet t'u jepte fund situatave të tilla pati hyrë në fuqi një muaj më herët. E kanë marrë një praktik tepër të keqe që tana nëpërmes gjyqe 5 vjet po mujna mi marrë të drejtën me na kthy parë. Na kanë hedhë grupin e parë, na kanë qitë grupin e dytë vetëm me manipulu me çato parë. Edhe kredve, jo veç muta, na? Që thashe ku mbet ato të dëshove. Për personat që kanë pasoja të përhershme shëndetësore dhe që janë të varur nga të tjerët, rregulloria e re parashen njohjen e përhershme të kujdesarit dhe eliminon procesin e rivlerësimit. Në rastin e Kelmendit, pavarësisht se prej mbi 3 dekadash është i paralizuar dhe plotësisht i varur nga kujdesi i të tjerëve, i është mohuar kjo e drejtë. Unë i kum qitë në gjyqë që ma lënë në pensioni. Kur i kum qitë në gjyqë, që shi thonë, i kum aplikue, i kum kërkue vlerësim për mjekve, e dekfakt me konë. Për profesionin tem, 3 mjek janë ata që ku i kam emnet e tyne, edhe jem dalë para atyne 3 mjekve, ata u shoketin. Qyshmëre, që sa vjetë, që 35 vjetë, në kolisë që tash për lujke me të pëti, e me ta je kategoria. Po ku ka kështu, mirë po jetojmë ku po jetojmë. Rregulloria parashet që përfituesit, të cilët me rregulloren e vjetër janë transferuar nga grupi i parë në të dytin, të kenë mundësi që brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e dokumentit të kërkojnë rivlerësim. Pas përfundimit të këtij afati, personave u njihet vetëm statusi i personit paraplegjik ose tetraplegjik pa të drejtë për kujdestar personal, por informata për këtë afat të caktuar nuk kanë bërritur te Veliu në Prizren. Nuk jem të informuar as për ashtu as për kur gjë hiç. Vërejtje për mënyrën se si po zbatohet rregulloria kanë dhënë edhe në Hendikos. Përfaqësuesja e shoqatës Afërdita Gashi, që merr pjesë në punimet e Komisionit Vlerësues në cilësinë e vëzhguesës, është shprehur se ka vërejtur refuzime ndaj personave që kanë paraqitur kërkesën për njohje të statusit në formë elektronike. Kemi pakënaqësi të anëtarëve të pjesa që nuk i thirrën në vlerësim fizik. Ata e dinë që diagnoza aty është një diagnozë bazës, është progresive, ose që po shkakton dëme në vazhdimsi edhe nuk thirrën në komision. Domethënë, mungesa që ata nuk e shohin personin, mund me vlerësu vetëm përmes dokumentave, nuk po e shoh ndoshta plotësisht të drejtë, meqense kemi pas ankesa deri tani që na kena apliku, po na ka kthyer në mënyrë elektronike që nuk na kanë thënë komisioni. Në Ministrinë e Financave nuk u janë përgjigjur pyetjeve lidhur me aplikimet elektronike, kërkesat për rivlerësim dhe rastet që janë në trajtim nga gjykata.